Masakra e monopolit Tetov. Masakra e monopolit në fabrikën e duanit Tetova e vitit 1944. Ishte një nga ato vende ku historia nuk u shkrua në libra, por u la bosh. Lufta e dytë botërore mbaroi, por për shqiptarët e Tetovës nuk pati gëzim, nuk pati çliri, pati vetëm frikë të re. Ndërsa pushteti fliste për fitore dhe paqe, për njerëzit e zakonshëm paqja nuk erdhi. Erdhi një rend i ri. Dhe kur rendi ndërtohet shpejt dhe pa drejtësi, gjithmonë duhet një fajtor nga brenda. Këtë herë, fajtoru bë shqiptari. Në hyrje të Tetovës ndodhej monopoli duhanit, një fabrikë e madhe e njohur nga të gjithë si vend pune. Aty hynin punëtorë çdo ditë. Aty punohej, fitohej buka. Ishte vendjete, jo vend ndalimi. Askush nuk e mendonte si burg. Por në vjeshtën dhe dimrin e vitit 1944, ajo fabriku kthye në vend arrestimi.